Avokat Cakrani, ndoshta së pari? Davina, ju përmendët sekuestrimet për të cilat sipas statistikave që ka drejtoria e përkatëse, ne nuk kemi nevojë për statistikat për sekuestrimet, ne kemi nevojë për statistikat për konfiskimet dhe sa shuma e konfiskimeve të shuma e financiare dhe atyre të pasurive të paluajshme. Sepse sekuestrimet janë tjetër gjë dhe konfiskimet janë tjetër gjë. Nëse ajo strukturë ne na përmend sekuestrimet që janë akoma në proces dhe nuk kanë përfunduar akoma as hetimet, as gjykimet në shkallë të parë dhe as gjykimet në apel, atëherë jemi në kushtet e propagandës. Unë nëse do të përdori propagandë, a institucionet ta përdori. Problemi është që neve që kemi dy pare mend nuk na bën dot për budallëj. Ne duam të dimë a sa konfiskime ka, sa shuma e konfiskimeve nga pikpamja e pasurive të paluajshme dhe nga pikpamja e financiare. Pra po thoni që një pjesë e këtyre pronave të sekuestruara janë në pozitë ligjore të ndryshueshme. Jo, duhet të kuptojmë, sepse ne kemi klientë të tanë, unë kam 3-4 klientë në këto kushte, dhe ata klientët e mi janë aty tek ajo lista, dhe ne jemi akoma në fazën e time paraprake. Pikërisht, pra, nuk i kanë humbur këto prona, po thoni. Jo, më fal, se duhet ta shpjegojmë këtë edhe për qytetarët, sepse qytetarët kur dëgjojnë sekuestrim nuk kuptojnë çdo të thotë sekuestrim dhe nuk e kuptojnë dot çdo të thotë konfiskim. Sekuestrimi është një masë preventive që vendos të kërkohet nga prokuroria dhe pranohet nga gjykata deri në përfundim të hetimeve. Në qoftë se ajo strukturë me mua qytetarëve ja paraqet për propagandë qytetarëve se ka bërë sekuestrime, kjo nuk është për ta diskutuar, është shumë turp i madh. Ne duam të dimë, qytetarët duan të dinë, në punën 5 vjeçare të kësaj strukture, sa konfiskime përfundimtare me vendim gjykate ka. Sekuestrimet janë, thashë një tjetër, janë një masë preventive që nesër mundet në vendimi përfundimtar të gjykatës, ato mundet të lirohen. Nuk bëhet statistika me sekuestrime, bëhet me konfiskime, Dafina. Çfarë ka shtyr atëherë Agjencinë e Administrimit të Pronave të sekuestruara dhe konfiskuara që ti publikoj, ti bëj me dije për qytetarët në një katalog të detajuar? Jo, nuk duhet të na bëj ne, ajo agjenci nuk duhet të na bëj ne statistika për sekuestrimet, duhet na bëj statistika për konfiskimet. Sepse sekuestrimi, thash tjetër, nuk ka lidhje me konfiskimin. Është masa e fundit që jepet nga gjykata në vendimin e saj përfundimtar. Kështu që kjo është një propagandë e pisët, një madje shumë e pisët, nga ana e drejtorisë së sekuestrimit të pasurive dhe konfiskimit pasurive. Kështu që unë e refuzoj me neveri këtë veprim dhe këtë propagandë të pisët që bën ajo drejtori për sa i përket kësaj qasje që ka me sekuestrimet. Absolutisht nuk jemi dakord. Sepse ne jemi avokatë dhe kuptojnë çfarë do të thotë ligji sekuestrimi dhe çfarë do të thotë konfiskimi. Absolutisht, Dafina. Ata po të jenë ashtu të na sjellin statistikat sa janë konfiskimet përfundimtare, qoftë në para, qoftë edhe në pasuritë e paluajshme. Sepse janë minimale dhe ata ngatërrojnë këtu qytetarët që ta kuptojnë që këtu po bëhet nami me sekuestrime kështu me radhë. Absolutisht është një refuzim me neveri dhe ja them si avokat. Sepse shumë turp që në momentin e parë të fazës hetime paraprake, pa kaluar në çështje të gjykat, ti të shpallësh të sekuestruar sikur është bërë nami me këto pasuri. E dini ju sa janë pasuritë e njerëzve, ka pasuri që janë sekuestruar edhe një makinë. Edhe ajo ma fut në statistikë. Jo, absolutisht jo. Është e papranueshme kjo. Është e papranueshme. Përpara publicitetit do doja edhe një koment nga zoti Softa në lidhje me publikimin nga agjencia pikërisht e monitorimit, administrimit të pronave të sekuestruara dhe konfiskuara, publikimi për herë të parë në qindra faqe, një dosje detajuar, qoftë me pamje, qoftë edhe me të dhënat specifike sa i përket pronave të sekuestruara. Si e shihni ju? Po, publikimi i të dhënave është në transparencën e saj, se që është në normalitet, mënyra se si ata do të jenë në gjendje të japin informacion për publikun dhe për personat e interesuar sa është masa e pasurive të sekuestruara dhe sa është ajo që thot me drejt avokati masa e konfiskimit. Pra të pasurive të si me vendim gjykate merret si pronë dhe i merret këtyre personat të cilët kanë vendosur me vendim gjykate e kanë vendosur atë në mënyrë të padrejtë.
Por ai që më shqetëson më shumë, unë them që është kjo vetëm pjesa e majës së icebergut, të atyre personave të cilët janë dënuar apo janë në proces gjykimi lidhur me korrupsionin. Sepse ne jemi në gjendje të identifikojmë vetëm pjesën për cilën këto statistika thonë kaq sekuestro dhe kaq konfiskime, por nuk jemi në gjendje të dimë sa mund të jetë pasuria që kanë përfituar, siç janë rastet e bashkisë apo rastet bashkive, dhe transferimi i saj apo transformimi i saj në kriptomoneda, që janë vlera shumë herë më të mëdha se sa kjo që ne lexojmë apo statistikat i japin. Por kjo tregon të njërë që ka E qartë, po ju e shini me shqetësim si avokat Cakrani faktin që publikohen edhe prona që janë në sekuestro, ndërkohë që persona pronar të tyre ende nuk kanë dalë në proces gjyqësor, mund të jenë në fazën e hetimit? Po sekuestro preventive do të thotë që ti i bllokon të drejtën e pronës që ai ta shes apo ta transferoj, dhe thjesht kjo pronë nuk bëhet, e jepet një urdhër hipotekës që mos bëj veprime, kaq quhet sekuestro. Është tjetër gjë kur këtë vlerë pastaj dhe këtë pronë mbi bazën e sekuestros e bën preventive. Më fal, Dafina, çfarë vlere ka kjo, rëndësia ka kjo që duhet ta bësh lajm? Kush rëndësia këtu që duhet të bën lajm kjo? Pse ajo agjencia duhet të bëj propagandë me një gjë që nuk ka, që fundit nuk ka pikën e rëndësisë. Ne duam të dimë sa është konfiskimi dhe çfarë ka përfituar shteti, shoqëria nga gjithë këto procese gjyqësore dhe ku janë sa milion euro. E qartë. Shkojmë në publicitet, avokat, shkojmë në publicitet, pas publicitetit do të diskutojmë edhe çfarë ndodh me këto prona të sekuestruara apo të konfiskuara. Kthehemi pas pak.